unë jam Gjentiana Zeqiri prej organizatës Iniciativa Qytetare Skënderaj. Në bashkëpunim me KDI në kuadër të Aleancës Qytetare për Transparencë, jemi të i bo auditimin social të disa projekteve për komuna. Na sot kemi ardhur në fshatin Tushil për me auditu pikërisht këtë murin këtë, i cili është ndërtu pas vërshimeve të janarit të vitit 2023. Unë ndore kam kontrata e ka emrin ndërtimi i kaskadave të lumit Klina. Faktikisht prej shpjegimeve që kemi marrë prej komunës në lumin Klina është pamundur me ndërtu kaskada, edhe atave që kanë shfrytzu kodin buxhetor për mos me kriju një kod 3 edhe e kanë bo këtë muri këto. Do të thotë në kontratë shkruan ndërtimi i kaskadave, në fakt kaskada nuk janë ndërtu. Jo, nuk janë ndërtu kaskada, sepse sipas ekspertëve dhe sipas zyrtarëve komunal që na janë përgjigj në emaila, ndërtimi i kaskadave e çrregullon rrjedhën e lumit Klina dhe nuk është e mirë me u ndërtu, po kur i kemi pyet pse është ndryshe përshkrimi edhe kontrata mrena edhe pse është ndryshe titulli i kontratës, na kanë dhënë shpjegimin që për shkak që nuk kanë dashur me kriju edhe një kod 3 buxhetore, kanë shfrytzu këtë kodin e mahershëm që ka qenë ndërtimi i kaskadave. Sipas provojës që ju keni, a përbën kjo shkelje prej komunës? Nuk jemi hala me një raport final, sepse atave që kanë dhënë sqarimin në këtë drejtim, edhe faktikisht prej monitorimit që na i bojmë komunës edhe buxhetit specifikisht, shumë herë është më lehtë me vepruar këtë formë sesa me kriju kode të reja aty në ju nxjerr punë. Kështu që përderisa mrena kontratës i kemi krejt specifikat, nuk shkruan kërkon që kanë pas me ndërtu kaskada, thjesht shkruan pjesë para ndërtimit murit edhe pika kryesore në cilën na jemi fokusuar për monitorim që është ndërtimi i këtij muri, atëherë nuk kisha thonë që mund me kon shkelje. Po, cilat kanë qenë gjetjet përmes auditimit social që është realizuar? Na sot veç kemi dalë bashkë me komunitetin, i bënëm disa matje, pak me syt lirë, pak me anë 1 metre, i kemi disa dyshime që paramasat që janë dhënë në përshkrim nuk janë komplet në terren, mirë po me një raport më të detajun final, masit mbledhëm në zyre dhe bashkë me KDI-n, kemi me dalë dhe me i pasqyru ato gjetje. Do ta shpritet veç edhe përgjigjja edhe e komunës për sqarimin e shtesë? Po, patjetër na kemi marrë sepse na nuk mundemi me pa, nuk kemi pa në proces punimit edhe nuk mundemi me pa sa mundet me qenë nën tokë muri, që do të patjetër me pas një bazë sipas njerëzve që janë këto dhe që e njohin pak a shumë këtë fushë. Edhe kemi me i pyet nëse ajo lartësia është dashur me kon prej bazës tokës apo të e përfshi edhe thellësinë. Edhe diçka që neve na ron sy veç në shikim të parë, hala pa komunikuar me komunën prej këtu, është që muri nuk është lidh akoma me urën, domethënë nuk është përfunduar, që faktikisht po besojmë që aty duhet më lidh nëse po doket ajo pjesa e mbetur, po që pranimi teknik është bo, që i bjen një farë mos përputhje, sepse pranimi teknik faktikisht duhet me u bërë. Është bo pranimi teknik ende pa mbaru komplet muri? Nga informatat e para që i kemi marrë përpara, sepse përpara se marrë në auditim na kemi provu me marrë sa ma shumë informacion prej komunës, që me qenë sa ma të përgatit kur të vim këto edhe të dim çka kemi me pa. Unë e kom taku edhe menaxherin e kontratës, po edhe na janë dërgu shumë dokumenta, kanë qenë shumë të qasshëm në këtë drejtim. Edhe kanë thonë që është pranu puna, faktikisht puna sipas asaj që doket në terren, sigurisht që kemi me analizu edhe matutje, sepse këtu s'po besoj që ajo hapësirë duhet me metë ashtu me gur, po duhet me u lidh me urën. Për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të raportojnë degradime mjedisore, këtë u amëndëson platforma KDI Green.